Unë me shumë prej ju që jam përballur politikisht dhe jam përballur në fushë betej, aty kur duhet të dalin dhe të përballen burrat. Dhe shumë prej jush I kam ullur në gjunjë si ai që uluret. Vazhdojmë shumë. Zoti Sheaj, keni përsëritur disa herë shkeljen në bazë të nenit 64. O Agron, fraksion 3. Nuk bëhet politika me selfie, Agron. Nuk e bëhet me selfie. Largoni dhe lini sallën. Të duhet të dalësh në shef të burrave të fitosh, nuk bëhet me selfie. Zoti Sheaj, ju lutem lini sallën. Pronar I call centerave. Kaq do ngelesh, nuk do bësh dot politikan, do jesh një pronar I vogël I call centerave që nuk paguan sigurimet shoqërore dhe I mban ata dje me vajza me rrogë më pak se minimalja. Nuk bëhesh dot politikan Agron, po nuk dolet në fushë betej. Nuk bëhesh politikan me Facebook Agron. Duhet të dalësh të takosh njerëz Agron. Nuk jemi në call center këtu. Zoti Sheaj, ju lutem lini sallën, keni marrë masën disiplinore të largimit nga seanca. Flito si burr. Ju lutem dilni. Ngele si soprano, flit si burr. Zoti Balla ka kërkuar fjalën, ndjes zonja kryeministër ka një ndryrje procedurë. Zoti kryetari I Kuvendit, keni dhënë një masë për deputet largohet nga salla. 4. Po pra, masën e fundit të ju referova. Kërkoj të bëhem 5 minuta pushim derisa deputetit largohet për të vazhduar normalisht seancën. 5 minuta pushim për t'i dhënë mundësi deputetit të lërë sallën. Përpara se të nisë prezantimin e buxhetit sektorial për Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë, 11 programet që ajo përfshin, dëshiroj të them disa fjalë që ja kam borxh mira qytetarëve, që më kanë besuar për faqësimin e tyre. Më duhet të them disa fjalë jo për të kompensuar baltën, aludimet, gjysmë të vërtetat dhe gënjeshtrat e thëna me bollëk kotoko, por për detyrimin që kam ndaj kujtdo në këtë vend që beson tek puna dhe jo tek balta. Nuk do dëgjoni kurrë nga unë akuza, sharje e as kërcënime për drejtësinë e re, edhe kur preken personalisht. As lëvdata e himna, pasi besoj thellësisht se kjo drejtësi e re e dal nga reforma, produkt I vullnetit politik të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës, është duke kryer misionin për cilin u reformua. Patjetër, me pikat e saj të dobta, me pikat e saj të forta, por si gjithçka e re, konsolidohet dita ditës. Nuk do më dëgjoni kurrë të merrem me prokuror e gjyqtar, pasi secili prej tyre bën detyrën ashtu si e gjykon. Nuk do prononcohem kurrë për çështjen e nënhetim, pasi ato kanë rrugën e tyre, të cilën do e ndjek me diskrecion të plot, derisa e vërteta të marrë formë të prerë, cila do qoftë ajo. Por, unë si gjithë kolegët e mi të Partisë Socialiste, mbështesim reformën në drejtësi dhe produktet e saj. Edhe kur prekemi personalisht, pasi ndryshe, nga sa thoni e mendohet, Partia Socialiste është një formacion politik serioz, I vetmi në Republikën e Shqipërisë, ku fjala e secilit dëgjohet dhe fjala e secilit ka peshë. E ajo reformë ka marrë mbështetjen e çdo socialisti. Ndaj, në respekt të plot të misionit të saj, nuk kam asnjë koment. Çështja qëndron se ju të nderuar opozitarë që më ndihni nga kafja e parlamentit në këto momente. Keni 2 standarde për sa I përket reformës në drejtësi dhe për sa I përket SPAK-ut. Kur SPAK thret Saliun,
dhe lozni ku kam qefti me zarfin, i cili është zarfi që pret 15 vite populli shqiptar për drejtësi, për një vrasje shtetërore në 21 janar, atëhere Spaku ndikohet nga Edi Rama. Kur Spaku thërret Sali Berishën dhe mban me arrest shtëpie për ditë e për muaj, Zoti Sheaj, të tërheq vëmendjen. Kur sot është i pandehur në GKO për korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë, atëre Edi Rama e ndikon Spakun. Por kur sipas jush, sigurisht që do të flasë për gjitha, po ti ule pak atë zërin se e ke shqetësues në decibel, merret me majorancën, atëre ju bëheni martirët e drejtësisë, bëheni britmat dhe klithma e saj. Deputet opozitar, detyra e një opozite është oferta politike e saj, ndryshe nga oferta politike e majorancës. Rotacionin që kaq shumë e doni, nuk mund të bazoni me pathos se këtë do të kap Spaku nga majoranca. Jeni kthyer në një tifozeri sedentare, që i lutet Zotit aman t'i heq Spaku këta që të vim në. Por rotacioni bëhet me vot dhe jo me lutje Eduard Trokitje. Sot buxheti 2026 që prezantohet në këtë sallë është premtimi i mbajtur i ofertës politike të Edi Ramës. Kush është alternativa juaj? Çfarë i ofroni ndryshe shqiptarëve? Partia Socialiste është e vetmja parti që ka një ofertë politike sot për vendin. Ju keni emrin Partia Demokratike, por me demokracinë brenda partisë nuk keni lidhje. Tek ju për të qenë pranë faraonit Sali, duhet jesh humbës, duhet të mos kesh shtyllë kurizore, duhet të jesh një kamaleont politik i cili ndryshon gjyrë dhe formë. Pika 1 e rregullores për shkelje të përsëritur. Jo, është duke folur, çfarë mundesh? Tu nuk është kafene. Zoti Sheaj, nëse do të vazhdoni të prishni seancën, do të vijojmë me masat disiplinore, sipas rregullores. Zoti Sheaj, uluni. Keni marrë 2 masa, ju lutem, nëse vazhdoni do të merrni masën e tretë që është heqja e të drejtës së fjalës për ditën e sotme. Nëse vazhdoni do të merrni masën e tretë. Zonja Balluku. Faleminderit.